Thoya më shumë se interesante, është një mundësi jo vetëm për të vizituar zonën dhe për të njohur akoma më shumë të, por edhe për të provuar një lloj ndjesie për të rikthyer pas në kohë, për të bërë një retrospektivë. Pse jo për të qenë për pak minuta, për pak çaste, për me qenë fishta. Besoj se rreth viteve 30 ai mund t'i ketë, por i ka kaluar këto shtigje, kështu që ku më mirë se sa të kesh fatin për të ndjekur të njëjtin itinerar që i ka bërë, ndoshta në kohë jo kaq të mirë, por sidoqoftë mbetet një eksperiencë më shumë se sa interesante. Aktivitetet të tilla, si edhe ky itinerar, le të shërbejnë se jo si një thirrje ndaj lexuesit të rinj dhe atij ekzistues për të rikthyer vëmendjen tek fishta dhe personazhet që janë në nivelin e fishtës. Na mund thona që nëpërmjet vargjeve të tia fishta ka kallëzuar dhe profeci për të ardhmen, është quajtur ndryshe edhe profeti shqiptarëve, sepse fatkeqësisht shumë prej asaj që ai ka rrëfye para thujse 100 vjeç që janë ala aktuale në shumë sfera të jetës tonë edhe të shoqënisë tonë, është reflektim shumë i madh as më tepër kur flet për marrëdhëniet vllazënore midis shqiptarëve, po edhe politiken. Është një përjetim që rrallë mund organizimi ish prefekt, edhe ashtu ka rridhur në formën e vet natyrshme. Do sigurisht unë prej këtij momenti tash tu vendosa që me familje bisedova me këta që ki marrë bashkë, me ta marrë me familje këtu, sepse një vend cilë nuk mund të apretë në Gjëpon. Interesant shumë ka do, edhe që sa ma shumë të ketë një ori për këtë farë, se njerëz nuk din për këtë farë ngjarje këtu shkandov, është knasi se nuk mund me përshkru për këtë zonë, për këta fshatar, për këtë popull të mrekullueshëm.
Mirë që ju proni Zoti. Sot është ditëlindja e Gjergjishtës, është shtegu Fishtian, edhe kjo do të mese për gjithmonë. Ne jemi Ninar Bujtinat, edhe sot i mirëpresim njerëzit me laknur më oris edhe lang ftonit. Kjo është decizion është shumë e suksesshme, janë shumë mirë, që u menu për të bërë për këtë punë, për vendin tonë për Fishtën. Ne në shumë të kënaqur për këtë që e kena bërë, pasi ne kena dhënë gjanat që kena në shtëpisë tonë dhe për me njoftuar se këtu është më Fishta e saktë. Këtu është ajo që poeti e ka bërë dhe na ka lënë si emrin dhe na pse mos ja festojmë datëlinjë atë ditë aty, është shumë ditë e mirë. Ne do ta vazhdojmë me 3 ditë për ta bërë sa më të bukur këtë festë. Dhe shpresoj ta shtojmë më gjatë. Edhe vite të tjera ta kemi si ta bëjmë si festë tonë. Sigur e pati ju vetë, ai shtegu që është fantastik, që është bërë investim para një vitit e sa. Akoma nuk ka hyrë në funksion, me thënë drejtën, sepse nuk shikojnë njerëz që vizitojnë. Dhe ideja e kësaj gjëraje ka lind fiks për këtë punë, sepse ishte gjithaj e mrekulli dhe njerëzit nuk e shfrytëzojnë. Paradoks është me thënë, por deri sot shtegu i pozicës fishtiane që lidh vendbanimin me vendlinjen e Fishtës ka shumë më shumë vizitorë të huaj që nuk e njohin Fishtën sesa vetë njerëz që janë dashamirës të Fishtës. Dhe kjo në fakt ishte trist dhe kjo ka qenë arsye sepse kena konceptuar bashkë diçka me Bashkinë Lezhë, një ide që të krijohet një itinerar i gjallë, domethënë që të ketë edhe poezi rrugës, por ndërkohë të ketë edhe njerëz fshatar, bashkëfshatar tonë që i presin, i qerasin njerëzit dhe u hapin dyert e shtëpive bujtinave. Në këtë rast edhe ato promovojnë bujtinat e tyre dhe promovojnë gjithë fshatin së bashku. Duke kthyr një itinerar që mund të jetë me kohën edhe një vend pelegrinazhi, domethënë që njerëzit vinë dhe ta projektojnë Fishtën pak më shumë. Në fakt ëndra dhe dëshira jonë sekrete është që kjo gjë të funksionojë sporadikisht shumë më shpesh, edhe të krijohet një farë trendit, duke bërë diçka të zbatueshme, që t'i jap jetë specialisht vjeshtave, sidomos edhe pranverave, por për momentin do jetë deri me datën 23 deri me datën 26 të 7 sa mund ta zgjasim. Shpresojmë që të mesi fiks. Do të tentojmë edhe javë të tjera nga pak. Gjithmonë me konsensus me gjithë bashkëtarëve, sepse është sakrificë shumë e madhe për ta që kanë lënë ditën e punës, të rinë aty duke prit miq e duke përcjell miq. It's beautiful here, so we had a recommendation of our son who went here, this cottage last year. So he told us to go here and now we're here today. We didn't know that this is the special day today, but we just arrived and it's great here. Of course, we will talk about this place with our friends and I think maybe next year they will all come here, I don't know, but it's beautiful here, so I think it's a great stay for us here.